Ish banori i Big Brother VIP 4, Gert Fera ka zbuluar se Egli Tako ka një të dashur jashtë shtëpisë, i cili është instruktor palestre. Nuk besoj se Egli është kaq puritane sa kur doli tashmë na ka krijuar një lloj mendimi ndryshe për njeriun që donte dhe që sakrifikoi gjithçka. Ka bërë atë kthesën e madhe që unë nuk e bëj më për ty sepse kështu e do ti. Egli ka gjërat e saj për të na thënë, pasi ka dalë jashtë ka kuptuar që gjesti mund të ketë diçka të vetën. Kjo Egli a ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fund të fundit, apo do të vazhdoj të na tregoj që unë hyra në shtëpi për të pastruar imazhin dhe jam ajo goca? Çfarë është kjo? Po shikojmë çudira, kam për të thënë që kjo Egli ka pasur ndonjë lidhje para se të hyte në shtëpi? A ka lënë ndonjë gjë hapur? Po të hapësh kamerat e Top Channelit e shikon me vëmendje kush e ka sjell ditën e parë fare kur ka ardhur në Top Channel. Unë si emër e njoh, jo personalisht. Pse i bie në qafë këtij djalit tjetër, po e masakron këtu kur ti për vete ke skelete nën sirtarin tënd? Mario quhet. Instruktor palestre, njohur të dy në palestër, u shpreh gërtëfere në emisionin Big Brother Radio. Pas deklaratës së Gert Ferës, lajmi ka marrë vend, por është përgënjeshtruar nga motra e saj Jona. Tani dhe miq po na i bëni të dashur, por dhe me këto jeni mësuar se në edicionet e kaluara i keni vënë dhe numër jo 10 të po 20 të. Përsëri priten këto nga populli ynë pa halle, por që i shpik të tjerëve halle. Të hapen kamerat për në top? Pa tjetër. Do më shihni mua me Adorin në makinë dhe Eglin para dhe bashkëshorti im që i jep makinës. Pseudoanalist, ju lutem jepini fund, mos më detyroni të fillojmë me denoncime për shpife që mendja juaj e ndyr i pjell e më pas gojet tuaja të ndyra i thonë, sepse çdo gjë ka limit. Ja u kërkoj këtë si vajzë, si motër, si nën. Jepni fund shpifjeve dhe jetoni pak për vete se për Eglin mendojmë ne, shkruan motra e Eglit rreth kësaj çështje.